Baton, këtë më pak vetura. ti si jetua këtë? Është një, do me thënë nëse vazhdon, thotë, Gjinishi është një rrezik kolapsi. Unë po flasë me logjikën politike të leximit që kam bo për perandorit. Dhe perandorit nuk funksionojnë ndryshe përveç kështu. Arrogante dhe kërkojnë fitoren me çdo kusht dhe nuk... Me çdo çmim. Dhe me çdo çmim dhe nuk çajnë kokën për pasoja dhe gabimet. Dhe kjo është logjika politike që unë e pres. Dhe që po ndodh? Fort. Nuk ka ndryshe. Vetëm se ka diçka, vetëm se ka diçka jo. Është e vërtetë që perandorit jeton me hegemonin, por kur forca për ta mbajtur hegemonin dështon, perandorit bien. Kjo kohë pastaj. Edhe diçka tjetër, perandorit e mëdha kur patjetër. Kur fillojnë luftrat në periferi, atëherë fillojnë marrin edhe një kosto morale. Nuk është periferi kjo. Parasysh se është periferi, është Irani për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është periferi. Jo, sigurim energjie domethënë. Dakor, për atë pjesë po. Në aspektin ekonomik Në aspektin ekonomik po. Është primare, po patjetër. E para, dyta, ndonjëherë luftat janë personale të një presidenti. Dhe ai don suksesin historik. Logjika e diskursit të Trumpit, logjika politike që ai përfaqëson, nuk ka të bëjë me një politike cila realisht është ka bëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pas këtë Iran gjithmonë, 47 vite. Ky president po don me ndërtu personalitetin e vet për histori e jo për qeverisje. Kur e ndërton për histori, atëherë këto probleme bëhen serioze. Dhe unë frigohem se ai po e thot vërtetën, që Iranin do ta shndrojë në mesjet. Dhe nëse fjalitë e tij bëhen realitet, unë nuk di si ta trajtoj pastaj këtë citat. E thash se ma nuk di ku fillon logjika politike, ku fillon vrasja, edhe ku përfundon dhe me thënë paqja. Dhe ai që thot unë e di, që na jemi ndërmjetësues në mes të leximit që bëjmë dhe publikut që nuk lexon. Se fjalit, të cilat i nxjerrim na, nuk jemi që kemi informacionin nga dora parë. Edhe pse Trumpi jap nga dora parë për çdo ditë. Dhe ndryshon prapë. Dhe ndryshon për çdo dhe nuk ka ndonjë sekret nga një president. Dhe na jemi ndërmjetësues dhe çfarë do gabimi që bëjmë në karshi shikuesve, ju kërkojmë falje. Na nuk jemi ata të cilët e ndërtojmë politika. Na vetëm jemi ndërmjetësues, më vlerësu juve kuptimin e vështirësive që do ju dalin gjatë kohës atje është konflikti. Dhe ky ndërmjetësim edhe për ne ka një vështirësi. Se hym në gjëra të cilat ndoshta i kemi perceptive. Gjërat reale ndoshta ndodhin ndryshe në Islamabad, ndryshe në Oman dhe ndryshe i flet vetë Trumpi. Ajo që unë frigohem me logjikën politike, ylli është anijet që lëshohen në mënyrë selektive nga ana e Iranit, është provokim realisht. Patjetër. Kërkon ta çaj ta izoloj Amerikën. Dhe kërkon ta çaj dhe izoloj nga këto shtete që janë rënditur me anijet e tyra për ta lehtësuar gjendjen ekonomike në vendet e tyre. Ajo që gjithashtu logjika politike më thotë që nëse vazhdon kanali Suezit mbyllet edhe Hormuzi. Unë mendoj që çështja më e lehtë që do t'i vinë të gjitha shteteve dhe 600 milion banorët e Evropës dhe Azis është Rusia. Dhe i vetmi vend që do të hupë në këtë histori është Ukraina. Dhe ato vendet përreth. Logjika politike më thotë kjo, se njerëzit kur kanë vështirësi të mbrëmshme, drejtohen te halli. Kush është halli? Halli është Rusia që e ka Evropa. Po çka është më i vogël se halli? Nevoja. Dhe nevoja të çon për ta lehtësuar do jetë detyruar. Do të jetë detyruar. Dhe Rusia fiton më shumë se gjithë, baton, ëh? Ai që fituesi është Rusia. Se dhe kjo është interesante. Rusia është fituese që tani. Po ndryshojnë shumë gjëra. Deri para një viti kishim Rusinë armikun kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash është dhe ajo që mund do ylli ka atë batutën e madhe, tabetit kuq. Se tash lindja mesme do të na bëhet e largët. Merz dje
kërkoj përmes ministrit ti të gjithë banorët meshkuj. Nga 17 deri në 45, kja po 50, do t'jenë të detyruar marrin leje për shkuarje të gjata jashtë vendit. 3 muaj. Po. Qose del 3 muaj jashtë. Do është duhet 3 muaj. Dhe kjo është serioze, për arsye se generali Gjerman, vetëm 3 muaj ma herët, ka deklaruar se në vitin 2027 mund të hymë në një konflikt të Evropës me dikot tjetër. Kush janë ata dikot tjetër? A është Rusia, është Donald Trump që kërkon Grenlandën përsëri, pastaj mbetet për të parë. Megjithatë zgjedhjet në Hungari janë vetë sot fola me logjikën politike pa asnjë informacion, vetëm me leximet që i kam. Mendoj që çmendia kryet gjatë këtij viti, se nuk mund ta quaj ndryshe, është një çmendi, e cila do të përfundoj me një rënd të ri botror. Ajo që... Ky që ka nisur Trumpin duket një rënd shumë Po, as nuk kam dilema. Cili do tjetë? Jo. Do të nalen ata. Në fund, kur i përfundojnë të gjitha, kur bjen edhe Tajvani nga Kina, atëherë... Do ulen tavolinë. Do ulen tavolinë edhe... Se atje rruga është. Se... Pra, ka një qëllim... Drejt asaj çon rruga, saktësh. Ajo që unë jam i shqetësuar është se çka më bë me vlerat evropiane që unë jam ka bërtas që sa me veten time, edhe pse vlerat evropiane janë bë kaq halë në sy e tjerëve. Dhe si është e mundur që këto vlera që janë krijuar dorën zemër edhe me kolonializim, edhe me një histori gjatë hegemoni, luftra, hegemoni e tjera, megjithatë Evropa është stabilizuar në një koncept politik demokratik dhe drejta dhe lirive të njeriut, vlerat të cilat na sot mundohemi mi pas. Dhe është për të çmendur realisht që këto vlera po donin me na ik nga duart në mënyrën më të shpejtë mundun. Edhe për një arsye të vetme, se këto fuqit më nuk i dojnë këto vlera demokratike. Sigurisht ne do të jemi... Jo të gjitha fuqitë, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dalë nga aksi i vlerave. Do ta pranojmë. Jo, pse? Kush tjetër? Jemi Vlerat perëndimore po goditen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, Presidenti Trump. Presidenti Trump, ke drejt. Presidenti Trump. Atëre, presidenti Trump, normalisht Kina dhe Rusia si shtete se i ka... Kanë qenë pjesë e këtyre vlerave. Kina s'ka qenë pjesë e këtyre. Po janë ka pranuar, nuk i kuptoj. Janë tradita të tjera. Javën e ardhshme ne do të jemi përsëri këtu. Javën e ardhshme. Domethënë këtë javë jemi ditë hënë. Pas 2 ditësh, 3 ditësh. Javën e ardhshme thash. Jo, është debat shumë interesant ajo që thotë. Çfarë ditën e njëjtë ne do të jemi në këtë Ylli, mos habit kur një ditë, për shembull, sikur ajnë në Azerbajxhan, si zdi cilin, jo, tash s'po kujtohet cilin shtet, e priti derisa u rrit djali edhe e la trashëgimtar. Po pse keni heq mbretërinë, më vëlla? E keni pas mbretëri, tash po e lëni trashëgimtarin brenda një koncepti demokratik. Po s'bëhet kjo kështu. Me zgjedhje të lira.